Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Pozë ndërrum duke qenë se jemi para 10 ditëve të parë të Dhulhijhes, janë ditët më të mira të kësaj bote, siç i ka thujt edhe i ka emërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe për arsye se jemi para një sezoni madhështor, pra që është Haxhillëku, kryerja e kësaj shtylle madhështore të Islamit, që është një prej kushteve themelore të Islamit. Tema sot me lejen e Allahu subhanahu wa taala do të jetë pikërisht lidhur me këtë, pra disa porosi vëllezër të rëndësishme, disa udhëzime, disa këshilla drejtuar atyre që ja kanë mësy haxhit edhe vizitës se atyre vendeve të shenjta edhe shtëpisë të Allahut subhanahu wa taala. Pra vëllezër, janë disa gjëra që na gjithmonë duhet I kemi parasysh, në veçanti ata që dëshirojnë me kry vëllezër haxhin, në mënyrë që puna jonë vëllezër, adhurimet tona, haxhi jonë të jetë I pranuar prej Allahu subhanahu wa taala, të jetë I sakt, të jetë I vlefshëm. Pra sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, vrem se shumë njerëz, për shembull, ka prej tyre që e kanë kry haxhin para shumë viteve, edhe I vrenë se pyesin, thotë, a ka mundësi, thotë, edhe një herë me kry haxhin, me bë kaza, thotë, ose me përsërit. I pyet pse? Thonë se kur e kemi kry atëherë haxhin, në fillim nuk I kemi ditë disa gjëra, nuk I kemi pas parasysh disa gjëra. E kemi kalu kohën kot, kemi kalu kohën do në gjëra të parancishme, gjëra të padobishme. Edhe haxhi jonë nuk ka qenë ashtu si shkërkohet fetarisht. Andaj dëshirojmë edhe një herë, do thotë, nëse ka mundësi, pyetet a ka mundësi edhe një herë me bë kaza për shembull haxh. Na vëllezër, e dim fetarisht se haxhi, kur njeri e kryen duke I plotësuar kushtet që kërkohen fetarisht, edhe largohen pengesat, cilat do të janë pengesë që ai mos më tu pranu te Allahu subhanahu wa taala, edhe mos më kanë I sakt apo I vlefshëm te Allahu subhanahu wa taala, atëherë moment që plotësohen kushtet, largohen ato pengesa, haxhi është I vlefshëm. Domethënë ti e ke kry haxhin e Islamit. E ke kry haxhin që e ke farz, domethënë që është një herë brenda jetës, edhe nëse është I mangët, edhe nëse do ka pas defekte edhe mangësi. Pastaj çdo haxh tjetër që e kryen mbas tij, ai është vetëm çka? Nafile. Pa është nafile, cilën ti me to I shton veprat e mira te Allahu subhanahu wa taala. Andalloze, pra duke qenë se shumica e njerëzve që shkojnë haxh, shkojnë për herën e tyre të parë. Po ka dhe prej atyre që shkojnë për herën, disa herë, nuk është hera atyre e parë, prapse të gjitha këto kategoritë njerëzve. Sikur ata që e kryjnë haxhin për herën e parë, sikur ata që e kanë kryer edhe më herët, ka nevojë vëllezër për rikujtim, ka nevojë për këshilla edhe porosi. Edhe ka nevojë mi pas parasysh disa pika shumë të rëndësishme që do t'i përmendim sot me lejen e Allahu subhanahu wa taala. E para vëllezër është el-ikhlas, njeti edhe sinqeriteti për Allahun, Zotin e botëve. Çka do thotë kjo vëllezër? Që haxhin tim me e kry vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, vetëm për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Jo për famë, jo për mudok, jo për më lavdru nga njerëzit. Sinqeriteti vëllezër, el-ikhlas është baza, themeli kryesor I punëve. Kushti kryesor për më të pranu punët edhe veprat e tua te Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë vëllezër, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Veprat vlerësohen sipas qëllimeve, dhe secilit njeri I përket ajo që e ka pas për qëllim. Po ashtu vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në një hadith kudsi thot, ana aghna ash-shuraka'i 'ani shirk. Un jam më I vetmjaftueshmi, pra absoluti I cili nuk ka nevojë për ortak, nuk për ndihmës, për shok. Men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Kurdo që e bën një adhurim, një punë, pjesërisht për mua thot Allah, pjesërisht për dikon tjetër, pra nuk ka sinqeritet vetëm për Allah, thot Allah, taraktuhu wa shirka. Unë e braktisi atë edhe atë që ai ma ka shoqëruar mua. Pra nuk ta pranon Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, para se njeri me fillu haxhin, sikur edhe çdo adhurim tjetër, mirë po tash, masi tema është për haxhin, ti duhet më drejtu vetes sinqerisht, edhe mi aba disa pyetje, zemrës tane, mendjes tane.
edhe i thu çka po don ti me këtë haxh. Bonja vetit zemrës tane këtë pyetje. Apo e dëshiron shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala? Apo e dëshiron xhenetin e Allahut subhanahu wa taala? Apo mos tu ka njollos ky njet edhe zbashku me këtë po dëshiron edhe diçka tjetër për çështjeve dunjallahut. Si për shembull çka me u përmend tek njerëzit, me pas famë edhe vend në përmezhlise tek njerëzit, me të thanë njerëz të haxhi, me të respektu, apo mos po e bën këta vetë çka me e shtu numrin e haxheve që i ke kry me herët, edhe me i numru, i kam kry kaq e kaq haxhe. Edhe unë jam njeri që e kry haxhin për secilin vit. Po nja vetë këto pyetje, edhe dije se nëse ki diçka ti në zemër, duhet me njëherë me nxitu me largu, sepse ky adhurim nuk sjell kurfar dobije te Allahu subhanahu wa taala. Në to vendet pastërta vëllezër, vendet shenjta që i ka dallu Allahu subhanahu wa taala me e kry haxhin. Vrejm numër të madh haxhilerëve vëllezër. Sa prej tyre, me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala vëllezër, njetin e tyre e kanë përzi edhe me njetë të tjerë. Sa brez pas brez dhe sa haxhiu e ka kry haxhin vite mas vite, me miliona, miliarde. Pastaj vjen vdekja, edhe e sheh që çai njeti që nuk e ke pas për hir të Allahu subhanahu wa taala në këtë haxh, këtë vepër madhështore, nuk sjell vëzër kurfar dobi. Përkundrazi vetëm çka ka më dëmtu. E na dim vëllezër se në ditën e Kiametit, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre kategori njerëzish ka më undez mas pari zjarri i xhehenemit. Me atë që ka luftu, me atë që ka jep, ka shpenzu, edhe me atë që ka pas dije. Veprat më madhështore. Njeri ka luftu dhe është vranë frontin e luftës për hir, domthonjë ka luftu, ai ka menduar që është fi sebilillah në rrugën e Allahut. Tjetri ka shpenzu pasurinë, tjetri ka marrë dije fetare. Edhe ka përhap atë mesin e njerëzve. Veprat më të mira, më madhështore të mundshme vëllai. Mirë po këta do të jenë prej të parëve me të cilët do të ndizë zjarri i xhehenemit për shkak të mungesës së sinqeritetit, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para mendon këta njerëz, edhe pse në sytë e njerëzve i kanë bërë këto vepra kaq madhështore, do të dënohen para se dënohen ata që kanë hangër kamat, se ata që kanë bërë zina, se ata që kanë pi alkool, pije narkotike kështu me radhë. Pse? Shkon dhe çka puna e sinqeritetit, njetit. Por këtë është çështja vëllezër kthehet tek zemra jote. Për çka po e bën ti këtë vepër? Shikoje mirë, apo e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Shikoje mirë ku po të çon jeta jot, ka po anon, a ka ahireti, a ka dunjaja. Shkon sikur njeri i sinqert, sikur njeri i pasinqert, i kryen njëjtat adhurime në anën e tyre të jashtme. Si për shembull haxhi. Njëjtat rite i kryen, njëjtat vende që ndrojnë, përballen me të njëjtat vështirësi. Mirpo njëri shpërblehet, tjetri nuk shpërblehet. Njëri e meriton kënaqësinë e Allahut, tjetri zemrimin e Allahut. Pse? Krejt kthehet te njëti vëllazër. Andaj nëse njëtin e ki sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala, çdo vepër komë të do ke lehtë. Vështirësitë me të cilat përballesh gjatë haxhit kanë me të dogë diçka që që nuk janë fort të rëndësishme. Madje ndoshta edhe nin kënaqësinë ato vështirësi. Shpenzimi që e jep, tolla që i harxhon, kënaqesh. Se e din ku po jep. Edhe e din se Allahu ka me t'i zaventu ato, ka me t'i kompenzu. Pse se ti e duke tregtu me Allahun. Don te e ki syrin e ke hedhë tek bota tjetër, jo tek dunjaja kalimtarëve. A dhe duhet secili prej nesh mi ia bë vetit to pyetje para se muniz në haxh. Çfarë qëllimi ki ti me shkurmjen tanë në haxh? Shumë janë vëllezër ata që marrin rrugën e haxhit, mirë po Allahu alem, Allahu di më së miri sa janë ata që e arrin për një me këtë synim vëllezër, që me kry haxhin el mabrur, haxhin e pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Hafidh ibn Rajab vëllezër rahimahullah në librin e tij Lataif al-Ma'arif na përmend një ngjarje shumë interesante. Me ata muslimanët e parë e përmend një njeri vëllezër që e ka kry haxhin për çdo vit në Kam u shku.
Nuk e ka pas edhe larg, do thot, mirë po për çdo vit ka shku në kam në haxh. Thot një natë prej netëve, thot duke qenë fjetun, thot e dëgjon zërin e nënës vet në shtëpi aty duke e thirr që më jasjell një gotë ujë. Edhe thot i duket kjo shumë e rëndë. Mu qu domethënë me e prish gjumin, me e prish atë rahatin, ngrohtësinë e shtratit edhe mu qu me i qit në anës ujë. Thot më njëherë masi që e bani këtë vepër, domethënë nuk u ngrit me i qit në anës vet ujë, thot i ra më njëherë pishmon edhe ja kujtoj vetes se si ti i ke kry sa e sa haxhën kan, edhe ata çdo vit. Kurse tash po të vjen rënd, mu qu një gotë ujë mi acit në anës tane, duke qenë se që kjo domethënë veç ki me dalë ndoshta pini dhomë në dhomë tjetër edhe mi ja jep ujin. Nuk është diçka që kërkon udhtim ose mund të madh, shpenzim të madh të energjisë edhe lodhje. Thot ky dietar vëllazër, ky njeri thot u ndal dhe e ka llogarit veten. Ku është defekti tash? Shkon dhe si kanë qenë këta njerëz. Ku është defekti? Pse s'po të vjen zor me shku në haxh në kam, po të vjen zor mu çu në anës tane mi acit një gotë ujë në dhomën tjetër. Thot edhe ka dalë në përfundim se shkon se puna e sinqeritetit. Ka dalë në përfundim se ajo që po ja lehtëson me shku në haxh në kam mos mu lodh, thot është dëshira për mu duk para njerëzve. Dëshira për famë që njerëzit në të lavdru. Ndërsa kjo punë ka qenë brenda shtëpisë vet, edhe nuk e ka pa kërkush, për që ata i ka ardhur shumë rënë. Edhe këtu thot më njëherë ka filluar me i bë edhe njëherë ato llogaritë e veta, edhe thot kjo ka qenë shkak që mi u zgju zemra, edhe me përmirësu jetën e vet. Ato këta e vrejmë, me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, njeri nga njëherë ka mundësi që në disa adhurime me pas, domethënë kështu energji edhe vullnet të madh. Mirë po në disa raste, ndo punë që janë të vogla, nuk ka vullnet me i kry. Për shkak në raste shumë, njeri ka ndoshta vullnet edhe kryen haxhin çdo vit. Ndërsa është interesant se i vjen shumë vështirë kur kthehet në shtëpi, mu çu me fal sabahun me kohë. Edhe pse çdo vit shkon haxh ndoshta për çdo vit. Edhe përballet me lodhje, me raskapitje, me turma të mëdha të njerëzve. Mirë po, i vjen shumë vështirë me e largu atë mbulesën i organin edhe mu çu me e fal, mu ngrit nga shtrati mu çu me e fal sabahun me kohë derisa të ik koha namazit. Atë njëri duhet me pas kujdes me shikuar se ku është defekti vëllazër, që mundu me trajtu pastaj ata në zemrën tonë. Shallallahu disa prej dietarëve, brezave të parë të Islamit kanë thënë rubbe muhrimin yaqulu labbaik Allahumma labbaik. Thot ka mundësi që dikush prej atyre që janë haxh thot labbaik Allahumma labbaik. Tu kanë përgjigj o Allah, po të përgjigjna, i kanë përgjigj thirrjes tane që më ardh me vizitu shtëpinë tane, thot fa yuqalu lahu la labbaik wala sa'dik. Mirë po ja kthejnë i thonë s'ka labbaik për ty as sa'dik. Kur kanë pyet pse kështu çu ka mundësi me ndon, thot se pikërisht vëzësh është këtë defekti një. Thot të shku e ka ble, për para që kanë udhëtuar me kafshën me çmim shumë shtrejt, rrobat me çmim shumë shtrejt, edhe i ka fu domon ai çka vetë pëlqimi edhe mburrja me pamjen e tij të jashtme. Sikur po don tash më mburr edhe më shfaq para njerëzve, më fry para njerëzve, që un po nis na çka për haxh. Edhe duhet me pas kujdes vëllezër në jetën. Sta shumë prej neve vëllezër tregohen të pa kujdesshëm ndaj këtyre kuptimeve. Edhe sot i vrejmë se si mburrën para njani tjetrit në përmexhlise. Thot njani për shembull thotë unë kam kry haxhin ose umrën me filon agjencionin me 5 yje ose VIP. Unë i kum dhënë kaq për secilin antar shtëpisë. Unë kam bë haxh më shumë domethënë për çdo vit ose kem kry kaq haxha ashtu me radhët. E vren se fol me javë dhe me muj për këta në përmexhlise edhe në përndaje. Nuk është qëllimi vëllezër i haxhit ky. Nuk është qëllimi i haxhit ky. Çështja tjetër vëllezër që duhet ta kemi parasysh si porosi drejtuar haxhilerëve është që shpenzimi vëllezër që e bajnë për haxh, shpenzimi që e bajnë për me kry këtë kusht madhështor, shtyllë madhështore të Islamit, me e ditë vëllezër dhe me kanë bindur se krejt komet i kompenzu Allahu subhanahu wa taala. Allah thot wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Çdo gjë që e shpenzoni për hir të Allahut, Allahu komo ja zaventsu. Wa huwa khairur raziqin. Allahu është më i miri furnizues. Çdo gjë që e jep vëllazër që e shpenzon për hir të Allahut, me niyet sinqert si thënë, kime e gjetë Allah, qoftë pak, qoftë shumë.
Nëse ki njetë sinqert edhe të vërtet. Andaj mos i dëgjo ata që mundohen me ngrit plohur vëllezër, edhe me i largu njerëzit nga ky obligim madhështor. Dije se pasuria ma e mirë që mundesh me shpenzu vëllezër është pikërisht për me kry haxhin. Me shku me vizitu, do më thanë, me shpenzu pasurinë ato vendet pasërta të shenjtë. Në ditët më madhështore të jetës që janë 10 ditëshit e Dhulhijhes, siç ka treguar pejgamberi alayhis salam. Shoqëria më e mirë në cilën mundesh me kanë është ajo shoqëri që janë duke kry haxhin atje. Shpenzo edhe mos u brengos. Shkon vëllezër 3 fjali ka përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Baqara, që na duhet vazhdimisht me i sjell ndërmend para çdo shpenzimi që e bajmë për hir të Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot: "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Çdo të mirë që e shpenzoni është për veten e ju. Shkon e kalon Allahut pa përcaktuar, çdo të mirë, qoftë pak apo shumë, nëse e jep, është për veten tënde. Ti po jep për shpirtin tënd, për me shpëtu nesër në ditën e gjykimit kur dilsh para Allahut subhanahu wa taala. Allahu nuk i sjell dobi ajo kur gjë. Fjalia e dytë pastaj thot Allahu: "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah." Çdo gjë që e jepni, duhet me kanë vesh për hir të fytyrës, me kërku shikimin fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Do me kanë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, me shpresu shpërblimin e Allahut dhe xhenetin e Allahut. Mos prit falënderim për njerëzve, mos prit mirënjohje për njerëzve. Çfarë Aisha, nana besimtarve, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka dërguar ata shërbëtorët e saj dhe me dhënë sadak njerëzve, ka thënë shikoni mirë se çfarë po thonë. Nëse ju thonë Allahu ju shpërbleft me të mira, thunu më njëherë kthejani, mos e lëni. Thuaj përkundërzi juve Allahu ju shpërbleft me të mira. Mënyrë që mos më i lën hapësirë hiç që ai me ta kthyj të mirën me të mirë. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Thot Allahu: "Inna ma nut'imukum liwajhi Allah." Na kur i lavdron Allahu vëllezër besimtar në Kur'an, tregon se ata thonë: "Inna ma nut'imukum liwajhi Allah." Ju thonë atyre njerëzve të varfër, na po ju ushqejna veç për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk dojna për juve as shpërblim, kompenzim, as falënderim, kur gjojës. Veç për hir të Allahut. Nuk po e bajnë ata që të mirë që po ta bëjmë ma kthyeti me diçka tjetër, as me fjalë, as me dua, as me kur gjojës. Shtavet disa dietarë mesin e tyre dhe Ibn Taymi rahimahullah kanë përmend që nëse njeri jep sadak edhe bën mirë, edhe pret në kompenzim diçka, qoftë edhe falënderim me fjalë, thot përjashtohet nga ky ajet që e përmendëm, nga fjala Allahu subhanahu wa taala. Pra ki defekt me sinqeritetin ton. Shtavet vrem se shumë njerëz kur jep diçka ose i ndihmon dikujna, pret falënderim edhe mirënjohje. Për shembull, sidomos kjo ka më shumë të ka kur njeri shpenzon të holla, edhe domethënë e dëmton pak xhepin e vet, qoftë për shoqërinë e tij, qoftë për të afërmit e tij, qoftë për njerëzin në përgjithësi. Për shembull, janë me një udhtim me shok ose me tafën thotë unë presh i jemi nis, vetëm unë po paguaj, vetëm unë domethënë çka po blej, vetëm unë po nxitoj, do thotë edhe nuk po ju la juve me i fut durët e juaja në xhep. Mirë po për juve s'po dëgjoj as një fjalë të vetme, qysh njani s'po qohet me thanë që hajtë se unë e qitëherë po paguj, ose Allah shpërbleft, ose ta din për nere kështu mëra. Nuk ka nevojë vëllezër ti me thanë këtë fjalë, se ti punë që i bon veç për hir të Allahu subhanahu wa taala, mos prit kompenzim për njerëzve kurrë. Të falenderoj apo të falenderoj, ty nuk t'intereson fare kjo, se ti e duke tregtuar me Allahun, jo me njerëz. Innama al-a'malu bin-niyat, po them, veprat janë sipas qëllimit. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah. Çfarë që jepni veç për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj edhe fjalia e tretë, në ajetin e surës Al-Baqara, Allahu përmbyll dhe thotë: "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun." Çdo të mirë që e jepni, kom ju kthy e plot prej Allahu subhanahu wa taala, edhe s'kom ju bë asnjë padrejtësi. Ta kthen Allahu shpërblimin vëllezër të plot. Pa asnjë mangësi to, pa asnjë vonim. Shpërblen me njëherë Allahu subhanahu wa taala. Andaj çfarë pret? Punë të bani sinqerit vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala, duke dëshiruar shpërblimin edhe xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Andaj edhe nëse i kemi parasysh këto 3 fjali që i ka përmend Allahu në këtë ajet surës Al-Baqara, shumë kometodok e lehtë
ajo pasuri që ti e shpenzon për me e kry këtë adhurim madhështor si që është haxhi. Çdo shpenzim që alypet prej teje e kryen me zemër të hapur, me zemër të gëzuar, duke shpresuar shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala. Çdo ndihmë që e bën të varfërve, e vrencë apo e ndin veten tënde se pikrisht ai është duke të bëhet mirë ty që po ta mundson që ti më i ndihmu atina. Shkon dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka kry haxhin, ka mos pajtime mes dietarëve se siç e dim janë 3 lloje të haxhit. Mirpo haxhin që e ka kry pejgamberi sa ka mos pajtime a ka qenë i llojit qarin apo ka qenë ifrad. Sipas atyre dietarëve që kanë thënë që ka qenë llojin e haxhit ifrad, nuk e ka pas obligim me prej kurbanin. Mirpo prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka prej 100 deve. Para menone 100 deve. Ndërsa për gratë e veta ka prej lop. Si kurban. Ndërsa sipas mendimit që e ka kry haxhin qiran, e ka pas obligim veç një kurban. Po shikone, do thot bujarin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon do thot modestinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikone mos krahasone gjendjen e tij sallallahu alaihi wasallam me gjendjen tonë. Karshi kurbanave. Qoftë në haxh, domthon qoftë edhe këtu në vende ku jemi, që kemi do thot tash që na presin ditë e kurbanit. Shkon në moment vëzër që vjen momenti, vjen domthon ato çaste që me jep, më njëherë i vren se si bëhen pyetje ndryshme se a bën kështu, a bën ashtu, a bën malirave. Më njëherë fillon njëri me ballë ato llogaritë e anës materiale. Nuk e shikon me e marr, me e jep atë kurbanin që është më i miri, më i shëndosh, i cili sjell më shumë të kamish për fukarat edhe njerëz të varfër. Këtë vëllezër kjo mungesë e bindjes në shpërblimin edhe në premtimin e Allahut subhanahu wa taala. Shkon zot Hakim ibn Hizam kur ka nejt në Arafat, në ditën e Arafatit në haxh, i ka marrë me veti 100 deve edhe i ka prej edhe po ashtu i ka marrë me veti 100 rob vëllezër. Edhe i ka liru. I ka liru për hir të Allahut subhanahu wa taala, i ka blej edhe i ka liru. Edhe kur i kanë pa njerëzit këtë veprim, kanë fillu me çajt, edhe me lut Allahun subhanahu wa taala, ka thonë: "O Allah, o Zoti jon, ky robi yt i ka liru këta robrit e tu nga skllavëria, andaj lirona edhe neve jemi robët tu, lirona nga zjarri i xhehenemit." Shkon se si kanë shfrytzuar këta njerëz haxhin, ato vende të shenjta atje. Pastaj krahasoi këto vëllezër me gjendjen tonë. Si po shfrytëzojmë na këto ditë që po na presin tash dhe ditët e parë dhul hijjes. Si po shfrytëzojmë ata që janë atje në ato vende të shenjta të pastërta, si po shfrytëzojmë kohën me adhuru Allahun subhanahu wa taala. E pikërisht Allahu është betu vëllezër këto ditë dhe ka thënë wala yalin ashr, pasha 10 netët. Që janë 10 ditëshi i parë i dhul hijjes. E Allahu e din vëllezër se kur betohet diçka, ai është vërtet madhështore, vërtet ka vlerë të madhe. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhi. Nuk ka ditë në cilat vepra e mirë është më me vlerë edhe më e dashur te Allahu se në këto ditë. I kanë thënë o i dërguari i Allahut, as lufta në rrugën e Allahut. Ka thënë as lufta në rrugën e Allahut. Me përjashtim të atij njeriu i cili del me veten e tij, edhe me pasurinë e tij në luftë edhe nuk kthehet me asnjërin prej tyre. Pra ti kur je atje në ato vende të shenjta si haxhi, ti je në vendin më të mirë të mundshëm që mundesh me ka në kohën më të mirë. Na dim vëllezër se fetarisht gjendja më e mirë, adhurimi më i mirë, në cilin mund me kry njeriu është ai që adhurimi i kohës që kërkohet në kohën cilën është. Për shembull, në moment kur thirret ezani, adhurimi që kërkohet prej teje është me shku në xhami dhe mu fal ose me fal namazin. Që është ajo më e mirë që mundesh me e bë. Në këto ditë, adhurimi më i mirë që mundesh me bë është ka me shku në haxh. Edhe me përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala, me bë sa më shumë telbije, edhe me kanë ato ritet e haxhit, edhe me kry këtë obligim madhështor të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është çështja e dytë që duhet ta kemi parasysh, pra shpenzimi në rrugën e Allahut që e jep për me kry haxhin krejt komo të kompenzu, andaj mos mbaj marak për ta. E treta vëllazër, ajo që duhet ta sjellim ndërmend është se ajo që ka rëndësi është si po e kryen veprën
apo e kryen siç tha me sinqeritet, edhe duke e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo jo. Edhe Allahu në Kur'an na sjell këtë ndërmend këtë realitet edhe thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai i cili ka kriju vdekjen edhe jetën. Allahu është ai i cili ka kriju jetën edhe vdekjen për çfarë arsye? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Për më ju testu juve, më ju provu se cili për juve po bëni punë më të mira. Shkon se Allah nuk po thotë kush po bën punë më shumë, por po kush po bën punë më të mira. Kur kam pyet Fudajl ibn Iyadhin çka do thotë kjo punë më të mira, ka thënë akhlasahu wa aswaba. Kush po bën punë më të sinqerta, edhe që e pason me to më shumë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dy kushtet e pranimit të veprës. Nëse një ana mungon nuk pranohet vepra. Shtatë njeri mundet me e kryin vetëm një haxh gjatë jetës. Vetëm një haxh. Mirë po çat haxh ja pranon Allahu. Edhe bëhet çka që më u fal krejt gjunahet, edhe më kthy në shtëpi sikur ditën kur e ka lind nana, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa asnjë gjë. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al jannah. Për haxhin e pranuar te Allahu nuk ka shpërblim tjetër veç se xhenetit. Një haxh. Mirë po e kryen ashtu siç duhet. Me gjitha që kërkon, me sinqeritet, edhe gjitha tjera sipas që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetri vëllezër ndodh që e kryen haxhin për çdo vit. Nashta i kryen 60 haxha. Gjatë jetës mirë po asnjë nuk i pranohet, gjitha i refuzohen. Atë çfarë do bija kësaj vëllezër? Pra qëllimi nuk është vëllezër që na vesh me e kry edhe me hek nga qafa. Me çfarë do lloj metode? Jo, çështja është me e kry ashtu siç duhet, siç ka urdhëruar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na vren vëllezër shumë njerëz tash përmes tyre mediave, rrjetet sociale, për shembull ka prej atyre vëllezërve ta, që si shkuan haxh. Allah ja mundsoft se cilit me shku aty. Edhe kur i shikon përmes televizorit ose kompjuterit, internetit, zemra i digjet nga përmallimi. Thot sikur ti isha kanë që janë ato vende atje. Edhe unë zbashku me ta me kry haxhin që shpej kryin këta. Mendon se ata janë bën duke në xhenetën e për kopshte duke u kënaqur. Vjen momenti Allahu njëjtit njeri ja mundson me shkon haxh. Mirë po në moment që shkon atje me njëherë e vren se çka i ngushtohet zemra, i ngushtohet shpirti, i prishen sjelljet, i prishet morali, edhe brenga e tij kryesore i hub sabri, ka plot nga nervozizmi. Edhe brenga e tij kryesore është qysh me e hek qafër sa më shpejt. Edhe me kry sa më shpejt që mundet. Me çfarë do lloj metode? Qof duke i kry ato veç ç'a duhet kryesorët tjera kur gjohish, thot s'po du. Veç sa më shpejt me kry edhe më kthy te shtëpia. Sunetet nuk e kryen hiç, po ka mundësi edhe i lën mangu çka edhe shumë prej obligimeve të haxhit, hajt se e prejni kurban për këta e kompenzon. Hajt për ata një kurban e kompenzon. Me nis vëllazër kështu hajt për këta një kurban e hajt për ata një kurban nuk met pe haxhit kur gjohish. Ti për çaj ke jep gjithë ato të holla. Për çaj ke marr gjithë ato udhim, gjithë ato kilometra. Kur të vish atje, mos me kanë gjendje me kry haxhin që ka kry pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hajt se gjujtja gurve nuk është kur gjë, e kompenzojna me një kurban që e prejna. Çfarë po mbetet vëllezër? A është ky synimi domethënë i haxhit? A për çita ke ardhi? Çita po e kërkon? Çita po mundohesh me realizu, nuk është çështja kështu. Zot Allahu thot në fund surës Al-Kahf: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahad." Kush që shpreson takimin me Zotin e vet ditën e Kiametit, kur gjithë do dalin para Allahut subhanahu wa taala për më marrë vëllezër në llogari. Thot Allah kush e shpreson këta, edhe është i bindur në këta, falyamal 'amalan salihan, le të bën punë të mira në përputhje me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahad, dhe mos t'i shoqëroj asgjë në adhurimin që ja bën Zotit vet, sinqeriteti. Dy kushtet i ka përmendur këto Allahu, nëse dëshiron që kur takohesh me Allahun, punë që ai ke bën me të sjell dobi te Allahu subhanahu. Shkoj vëllezër tauhidi, shkoj në nështrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe një herë themi, edhe duhet me përsërit, duhet me i korrigju jetët tona, synimet tona, objektivat tona. Duhet mu mundu me i përmirësu punë tona. Gjitha adhurimet e në vend që ati vëllezër haxhin, se haxhi është një prej adhurimeve që mas shumë t'i futën të syfaqësia edhe dëshira për famë edhe më duk para njerëzve.
Me pas kujdes dhe. Haxhi yt me kanë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash është shumë e lehtë vëllazër. Sa libri është typ, sa ligjëratat mbahen, sa fetfat janë dhënë. Mundesh me I pyet hoxhallar që janë pasues të mirëfillt sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përpara vëllazër nuk u kanë kjo mundësi. Njerëzit kanë qenë ignorancë thellë, ignorancë të madhe. U shku atje ndoshta edhe e ka lanë haxhin mangu krejt, nuk ka ditë, s'ka pasur s'kon me vet. Kurse tash çështjet kanë ndryshuar. Andaj me pas kujdes dhe nuk është qëllimi veç ta kryj haxhin, se Allah nuk ka nevojë për adhurimet tona. Pra ajo që ka merret parasysh vëllazër, është si po e kryen ti veprën, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Me ju sprovu, me ju testu juve se kush për juve po bën punë më të mira. Ky është qëllimi vëllazër kryesor pse na ka sjell Allahu në jetën e kësaj bote. Kush po bën punë më të sinqerta, edhe duke e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E çka e ihsan vëllazër është niveli më I lartë I Islamit. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "En ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Adhuroj Allahun sikur me kanë duke e pa ti me sy ata. Pastaj nëse nuk mundesh me arrit këtë grad, fa innahu yarak. Dije se Allah sheh ty. Pra dije se jeni në mbikëqyrën kontrollin e Allah. Edhe kur je atje në haxh ki kujdes. Ruje shikimin, ruje dëgjimin, ruje gjuhën. Dije se Allahu të sheh edhe jeni në kontrollin mbikëqyrjen e Allahu subhanahu wa taala. Pastaj sillen ndërmend edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Kush që e bën punë thot pejgamberi, ne adhurim jo sipas mësimeve tona. Nuk kam ju pranuar ajo te Allahu subhanahu wa taala, nuk të pranohet. Po mundesh mu lodh mu raskapit mos me të pranua ajo punë te Allahu subhanahu wa taala. Pazar puna që e kryjm për adhurimi patjetër duhet me kanë sipas mësimeve të fesë, jo ashtu siç tek ty. E pejgamberi sa vëllazër në haxhin e lamtumirës I ka këshilluar shokët e vet dhe I ka thënë li ta'khudhu anni manasikakum. Merrni prej meje tash mënyrën se si kryhet haxhi. Ka thonë se nuk e di, ndoshta nuk jam gjallë vitin tjetër. Dhe ashtu ka ndodhur, ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shadë transmeton nga Umeri radhiyallahu anhu që ka thënë el hajju qalil wa ar-rakbu kathir. Shumë ka që vin haxh, mirë po haxhiler ka thënë të mirëfillt janë pak. Pak janë ata që I ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është çështja e tretë vëllazër. Çështja e katërt që duhet ta kemi parasysh, apo që duhet ta kemi parasysh ata që ja kanë mësy këtij obligimi madhështor vëllazër është me pas të freskët mendjen e tyre, edhe me asjell vetë ndërmend gjithmonë se janë me një vend, edhe janë me një kohë që janë dalluar te Allahu subhanahu wa taala me pozitë shumë lartë te Allahu subhanahu wa taala. Por janë kohën më të mirë të mundshme duke kryer adhurimet edhe në vendin më të pastër dhe më të shenjtë. E kur bëhen pashk shenjtëria e kohës me shenjtrinë e vendit vëllazër, atëherë kjo tregon për pozitë lartë te Allahu subhanahu wa taala. E këto janë 10 ditë I parë I Dhul-Hijjës. Allahu thot wash-shaf'i wal-watr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr. Pasha 10 netët dhe pasha çiftin e pasha tekën. Çifti vëllazër thot pejgamberi alayhis salam është dita e Kurban Bayramit, kurse teku është dita e Arafatit, që është dita 9 e Dhul-Hijjës. Pra është betu vëllazër Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thot Allahu wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, dhe që ta përmendin emrin e Allahut në ditët e njohura, që janë ditët e Dhul-Hijjës. Po ashtu e morëm hadithin ku thon pejgamberi sa që nuk ka ditë në cilat veprat e mira janë më të dashura te Allahu se sa këto 10 ditë. Pra vëllazër, këto janë ditë më të mira të dunjas. Dhe ti atje në haxh je në vendin më të pastër dhe më të shenjtë, në sezonin, një prej sezoneve më madhështore të Islamit. Madje edhe shikoni këto 10 ditë, siç thonë dietarët, janë më të mira se 10 ditët e fundit Ramazanit. Mirë po thot netët e 10 netët e fundit Ramazanit janë më të mira për shkak se në to është nata e Kadrit. Mirë po si ditë, këto ditë janë më të vlefshme te Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë vrem vëllazër mangësitë madhe të njerëzve shfrytëzimin e këtyre ditëve. Andaj zëra ja vlen duke I ditë gjithë vlerën e këtyre ditëve, qoftë ne në vendin ku jemi këtu, qoftë ata që janë atje në haxh. Me I kalu vëllazër që kanë gjanat, domthonë bisedat dëmshme, biseda padobishme, në qeshura, në dëfrime, në lojra, në shkujdesje, në gjumë të vazhdueshëm, pa shfrytzuar me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Nëse nuk e shfrytëzon vëllazër kohën këto ditë,
apo në ato vende ku jenë haxh, kur këmë shfrytëzuma, kur pritet prej teje që me të ngjall zemra, me të ngjall ambicjet, edhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Shikoni edhe tash do t'i përmendem si kanë qenë brezat e parë të Islamit karshi këtyre ditëve, edhe karshi haxhit, ti obligimi madhështor. Do t'i marrim vëllezër disa shembuj, ndoshta shpresojmë te Allahu që këta të na ilvizin vëllezër zemrat tona, edhe të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala gjatë këtyre ditëve ashtu siç Allahu e meriton. Said ibn Jubair vëllezër rahimahullah, dietari i madh Islam, kur kanë hyrë 10 ditët e Dhulhijhes, përmendën për to që aq shumë e ka adhuru Allahun gjatë natës, sa që është raskapit, i ka shtërru gjitha energjitë e vete. Dhe ka thënë kur hinë këto 10 ditët mos i fikni llampat, po falnu gjatë natës, falni namaz, përmendë Allahun, lexoni Kur'an, bëni dua. E pse janë vëllezër dallu me këto 10 ditë, se aty bëhen bashkë si çojnë dietarët adhurimet kryesore. Namazi, agjerimi, sadaka, kurbani, ritet e haxhit, që nuk ka asnjë ditë tjetër vëllezër vitit që bëhen bashkë gjitha këto adhurime. Dita e Arafatit, vëllezër, dita më e vlefshme e vitit, ku Allahu zbret në qiellin e dunjas, ashtu siç i përket madhështisë së tij, edhe mburret me ata që janë haxh atje para engjëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin akthar min an yu'tiq Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafa. Nuk ka ditë në cilën Allahu liron ma shumë njerëz nga zjarri i xhehenamit se sa ditën e Arafatit. Thot wa innahu la yadnu, ai thot ju afrohet atyre. Ka disa transmetime që zbret Allahu në qiellin e dunjas ashtu siç i përket madhështisë së tij. Thot thumma yubahi bihimul malak, mburret Allahu me këta njerëz para engjëve dhe thot ma arada haula, çfarë po dëshirojnë këta? Van disa hadithe thot unë ju marr juve dëshmitar o engjëj se ja u kum fal gjunahet. Po ashtu dhe pejgamberi sa më ka thënë khairu du'a du'a'u yawmi Arafa, lutja më e mirë është lutja ditës së Arafatit. Po ashtu dhe është e pëlqyeshme që këtë ditë me agjeru, mirë po jo për haxhiun që është atje, mirë po ata që janë vendet e tyre, është prej sunetit me agjeru, edhe shpërblimi është thot pejgamberi sa më yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya. I fshin agjerimi i kësaj dite, ditës së Arafatit i fshin gjunahet e vitit kaluar dhe vitit ardhshëm. Pra 2 vite të fshihen gjunahet, për shkak vlerës që e ka vëllezër. Pastaj vlera e ditës së Kurban Bayramit thot pejgamberi sa inna a'zama al-ayami 'inda Allahi yawmun nahri thumma yawmul qarr. Ditët më madhështore të Allahut është dita e therrjes kurbaneve. Pastaj dita el qarr, dita e 19. Këto ditë që janë ayamut tashrik, edhe këto kanë vlerë të Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër mos mendo pra se ky mund që e jeptin haxh, ky shpenzim që ai ke bërë pasurisë, lodhja raskapitja kanë me të shku dom, jo asesi. Shkon çfarë hadithi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun fi dhamani Allahi tabaraka wa taala. 3 persona thot janë në mbrojtjen, sigurinë e Allahut subhanahu wa taala. E ka përmend njëri i cili shkon në xhami derisa të kthehet në shtëpi, njëri që shkon luftë për hir të Allahut derisa kthehet në shtëpi, edhe thot rajulun kharaja hajjan, edhe ai që shkon me kry haxhin, janë mbrojtjen, sigurinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka ardhur në disa transmetime që njëri pi kur niset pi shtëpisë vet me shkon haxh, për çdo hap që e çet i shkruhet një sevap edhe i fshihet një gjuna. Për çdo hap i shkruhet një sevap edhe i fshihet një gjuna. Pastaj telbia, vëllezër, kur të thonë atje labbaik Allahumma labbaik, thot pejgamberi sa ma min muslimin yulabbi, nuk ka musliman që e bën telbijen illa labba man an yaminihi wa an shimali, krejt që ai ka djathas edhe majtas të bajnë telbije, qoftë guri, qoftë pem, krejt bajnë telbije së bashku me ty. Po ashtu ka thënë pejgamberi sa vëllezër ma ahalla muhillun qat wala kabbara mukabbirun qat illa bushir. Kurdo që merr tekbir thot Allahu akbar ose thot la ilaha illa Allah, që këto janë 2 dhikre vëllezër që është mirë sa më shumë e shpeshtuar gjatë këtyre ditëve. La ilaha illa Allah wallahu akbar. Thot veç se përgëzohet. E kanë pyet shokët, o i dërguari i Allahut, a përgëzohet me xhennet? Ka thënë na'am, po. Pastaj tawafi vëllezër rreth Ka'bes, prekja gurit zi, prekja për ruknul yamani. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam man tafa bi hadha al-bayt usbu'an fa ahsahu kana ka'itqi raqaba. Kushdo që e bën tawaf 7 herë Ka'ben, sillet më 7 xhiro rreth Ka'bes, thot i numërohet te Allahu sigur me lirun i sklav.
Po ashtu thot pejgamberi sa kur e bën njëri tavafin rreth Ka'bes, thot la yad'u qadaman wala yarfa'u ukhra. Për çdo hap që e çet, njërin që e ul, tjetrin që e ngrit lart, pra për çdo hap që e çet që ecët, illa hatta Allahu anhu khati'a. Jafshin Allahu ka një gjuna, wa kataba lahu biha hasana. Edhe ja shkruan një sevap, edhe e ngrit nga një grad në xhenet te Allahu subhanahu wa taala. Allahu do të mi pas parasysh gjitha këto, që kur ta krysh haxhin, kur ta krysh këtë adhurim, me e kry vëllazër me vullnet edhe me energji të madh, me kujtu këtë shpërblim të madh që të pret te Allahu subhanahu wa taala. Mos me leju asesi mu kaplu nga monotonia, nga mërzia. Pse dim se atje mundesh mu përballë me vështirësi të shumta. Po sjellja vetë ndërmend vëllazër këto shpërblime edhe të largohen pastaj. Sa zëna duhet me pas kujdes. Si thamë atje sikur tek shpenzimi për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mos e lë shejtanin vot me të bë koprac. Keni vërejt moment që njëri dëshiron me shtit dorën në xhep edhe me jep sadak, më ne vjen shejtani edhe të frikon. Më ne fillon njëri me ibadet, kalkulimet edhe llogaritë edhe e jep atë shumën më të vogël që e ka në xhep. Dikun do të centa. Çashtu edhe në xhami, moment kur hin në xhami, më një herë fillon domethënë edhe llogarit kohën. Jo imami na zgjati hutbën, jo imami na zgjati namazin. Pastaj kur shkon prezanton në për ligjërata fetare, më njëherë fillon edhe e shikon orën, ndoshta edhe kaplohet nga xhumi. Ndërsa kur është atje në për ato mezhliset e dëfrimit, lojës, qeshjes, nuk kaplohet nga kurrë për këtë. Kalon me orë tana, ndoshta ton natën rrin pa xhumë edhe nuk mërzitet hiç. Sigur ta shkon njëri vëllai shka del edhe ec me kilometra ose apo me kilometra, burra e gra shumë. Për me mbajt, si që thonë tash atë vinë e trupit, edhe për shkak sportit, edhe për shkak shëndetit, dërsa në anën tjetër dhe shka, kur vjen puna adhurimeve, me njëherë dopsohet njëri. Deri këtë gjendje edhe shikoni ka ardhur gjendja jonë. Për jashtim të atyre që i kam shiru Allahu subhanahu wa taala. Kujdesemi për anën tonë shëndetësore fizike, ushqyrjen, mirë ushqyrjen trupit, mirë po kur vjen puna te adhurimet, te bindja ndaj Allahu subhanahu wa taala, me njëherë kalkulimet i bajna ba ndryshe pak. Pijanave tjera dhe shikoni që të nëzit, që ti me përjetu ato adhurime kur je atje, ja sjell vetë dërmend shikoni dhe një namaz, thot pejgamberi sa që e fal atje, Mesjidul Haram, një namaz është sa 100.000 namaze, 100.000 namaze, përveç ati vendi. Një namaz, qof namaz nafile, qof namaz farz, një namaz e fal 2 rekate sa me i fal 100.000 namaze që asi dikun tjetër përveç çabet. Tash llogarit do të thonë sa janë 100.000 namaze me vite të jetës njerit vëllazër. Pra këtë haxhi vëllazër edhe ndërmend vetë këto, përjetoje. Këtë haxhi është pastrim, larje, fshirje gjunaheve me veprimet që ai bën atë. Për këtë arsye vëllazër, brezat e parë të Islamit i kanë kushtuar vëmendje shumë të madhe kryerjes të haxhit, edhe kanë bë gara. Ka pas prej tyre vëllazër që ka shkuar në haxh 60 herë, 70 herë, 40 herë, ata që kanë ngry 40 i ngam shumë. Në haxh edhe numër. Edhe për shkak të varfrisë, shkon edhe përkundër varfrisë të madhe që e kanë pas. Edhe të ardhurat pakta varfrisë me cilën ka sprovuar Allahu vështirësive të shumta, nuk kanë mungu gati në asnjë vit në haxh. Tregon vëllazër njëri thotë e kam pasur një njeri prej bezave të mëna atëherë në fillim të Islamit, të kam pasur një plak, të cilën e kishte molis edhe raskapit pleqëria e thellë, thot me një shkop ashtu, thot e bënte tavaf rreth Ka'bes duke u mbështetur shkop, thot edhe e pyeta prej nga je, tha nga Khurasan. Anej mëna ajo krahina anej ka lindja ka Iranit mëna ajo pjesa anej. Thot pastaj e plaku thot i më shumë u kthye dhe më pyeti mu kem taqta'una hadha at-tariq. Ky djalë i ri, ky plaku po pyet djalin e ri thot sa pi o merë, thot kohë me ardhë në haxh, i thash fi shahrejnë e u thalathe, 2 muaj ose 3 muaj, dhe sa po vina. Tha po më thot, e falate hujgjune kulla am, pse s'po e kryni pra haxhin për çdo vjet. Shkon dhe qa kish thanë kë njeri më shumë si kur ta shete gjendjen tonë, man. Që ti shkon atje për 2 orë, 3 orë me aeroplan, pa kur far mundi. Ky po i thot 2 muaj ose 3 muaj, bajna dhe sa të mrina, ky më shumë i po thot, pse s'po e bani haxhin pra për çdo vjet. Thot unë e pyeta, e sa është mes juve dhe mes hapësira mon, distanca disa të vini, thot 5 vjet bajna disa të vini. 5 vjet.
Shtë nëse e shikojmë se çfarë fjalë kanë thënë këta njerëz, çfarë fjalë kanë thënë në për poezitë e tyre, në poemat e tyre, fjalë që i kanë lanë për evrejt për mallimin e madh që e kanë pas për shpinën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe e përshkruajnë se në moment kur kanë hyrë në atë hapësirën e Hijazit, kur është Mekja dhe Medinja, me njëherë i kanë harruar gjithë ato dhe janë kaplu nga gëzimi i madh, lumturia e madhe që nuk mundet më përshkruaj. Ta shikon edhe se ka qenë gjendja e tyre në rrugën drejt Haxhit. Muhammed ibn Wasi', që ka qenë prej adhuruesve të madh të Allahut subhanahu wa taala, përmendet për to se kur u shnis vëllezër për Haxh, ton natën është fal. Dhe shikon se ka qenë udhëtimi atëherë, nuk ka qenë sikur tash komod, i rahatshëm. Herë në kam, herë hypur në kafsh, herë çush kanë mujt. Janë përballë me vështirësi të mëdha, me vap të madhe, me uri, me etje. Thot ton natën është fal, thotë dhe ka lexuar Kur'an, edhe nuk i ka ikë namazi natës. Rrugës për Haxh. Al-Mughira bin Hakim as-San'ani, thot prej Yemenit u shkuan Haxh të në kam, thot edhe është fal natën, thot çdo natë. Thot e ka lexuar 1/3 e Kur'anit. Edhe është ndajë thot ka fal namaz derisa ka përfunduar atë pjesë Kur'anit, pastaj thot edhe nëse i kanë ikë ata shoqëria thot se ka pas gajle, i kanë nxanë kur i kanë nxanë nuk e ka pas gajle. Haxhi vëllezër është shkollë. Haxhi është shkollë që të mëson se si duhet me kantin në karshi në raport me Allahun subhanahu wa taala. Nëse si shtam në ato vende vëllezër nuk ki gjallëri, nuk nin vullnet për me kry punë të mira, kur ki me gjet? Nuk ki atje gjana që të shpërqendrojnë. Që mund me thanë po mashtron valla kjo dunjaja, jo. Edhe vendi si vend, kush u kanë e din, është vend shkëmbor, është vend domethënë që nuk ka diçka të gjelbrim, nuk ka ujë, nuk ka diçka që e tërheq synin, që mu mashtru masajnë. Po ashtu ti i kin në trupin ton 2 rroba siç e fini. Kurrë nuk i tjetër. Pra me ta kujtuar se ti këtu ke ardhur çka veç me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Andaj çfarë pret? Çfarë kërkon? Nëse në çato momente, në çato çaste nuk nxitesh që me adhuru Allahun subhanahu wa taala, atëherë kur ki me kanë? Shkon shembuj të tjerë që kanë nga brezat e parë të Islamit vërtet janë vëllezër që të lajnë, më thonë çuditet njëri çush kanë ekzistuar këta njerëz. Edhe ndoshta sikur mos ishin transmetuar, i shkon shumë vështirë me i besu, mirë po, përderisa janë transmetuar me zinxhire të sakta, na i besojnë ashtu. Thonë hajjna ma al-Auza'i, thotë kemi kry haxhin me Auza'iun, thotë njëri thotë fama ra'aytuhu muttaji'an, kurse kam pasur që është me flajt, fi leilin wala nahar qat, as natën as ditën, thotë kur u fal thotë natën, është angazhuar me adhurim gjatë ditës, thotë kur e ka mujt xhumi, s'ka mujt më, thotë veç është pshtet në për atë shalën e kafshës ku ka udhtu, edhe ashtu thotë ka fjet mirë, po më shtret thotë kur nuk e kam pa duke ushtri. Thonë për Abdulaziz ibn Abi Hazim, po ashtu kanë thënë për to kur e ka kry haxhin, thotë fama wada'a janbahu, kurse kemi pa thotë që është tri me fjet, derisa është thotë për haxhin. Tregohet për Muhammed ibn Ishaq tregon për thot qadima alejna Abdurrahman ibn al-Aswad hajan, thot erdhi me kry haxhin tek ne thot Abdurrahman ibn al-Aswad, thot fa'talat ihda qadamay, thot njëna prej kamve thot i psoi defekt, ju ka smun njëna prej kamve thot fa qama yusalli hatta asbaha ala qadamin wahid. Ton natën thot është fal me një kam, tonajt vesh një kam. Na nuk themi vëllezër më basi kur këta. Nuk po themi. Nuk ka gajle domethënë më fal edhe kur të lodhesh edhe në karrik domon nafile apo më flajt, nuk prish punë kjo. Mi po qëllimi vëllezër çka mos e ço kohën kot gjatë haxhit. Shikoni se i kanë shfryzuar vëllezër këta njerëz. Me gjitha këto smundje që ai kanë pasur, me gjitha këto lodhje, me gjitha këto raskapitje. E kanë shfryzuar në maksimum, nuk e kanë lënë asnjë çast mi u ik, jo në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çfarë kur i ka ardhur dheki Abdurrahman ibn al-Aswad, shti që është fal me një kam gjatë ton natës, ka çajt. Edhe kanë pyet pse po çan. Ka thënë asafan ala as-sawmi wa ala as-salat. Po mërzit na bëhet për agjerimin, që s'muj ma me agjeru gjatë vapës të madhe nafile, thotë edhe mos smuna ma me fal namaz. Thotë walam yazal yaqra al-Qur'ana hatta mat. Edhe thotë ashtu filloi vazhdoi me lexu Kur'an derisa Allahu ja mori shpirtin. Po këta njerëz kanë qenë me një botë tjetër. Këta njerëz kanë qenë në xhenet, në këtë dunja para xhenetit ahiretit. Pra çështja vëllezër nuk u kanë çështja adhurimit e ta diçka e ran, sikur një barë mbi supe që menzi s'kan prit me e hjeglët. Nuk janë mërzit nga adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Siç është gjendja jonë sot, me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu.
Pra kanë jetu vëllezër në kënaqësi të madhe. Mirë po si arrihet vëllezër kjo? Arrihet kur ti e lufton edhe e lufton nefsin ton, e lufton shejtanin, egon tonë, ashtu që e lufton armikun. Sa Muhammed ibn al-Munkadir rahimahullah thot ka abadtu salata 20 sana. 20 vjet thot e ku mundu veten, kum luftu me veten që mu knas namaz. Thot wastamta'tu biha 20 sana. Mas 20 vjet thot ja kam filluar me ani kënaqësi namazit. Po ashtu ka thënë thot unë thot filloj me fal namaz gjatë natës thot edhe në familje të merrohna nga gjatësia e natës, sidomos gjatë dimrit. Mirë po thot përfundon nata thot wa ma qadaytu minhu arabi. Thot evrejse si të lidha namaz, lexoj Kur'an thot kalon nata shumë shpejt, edhe unë thot evrejse nuk jam ngop. Kam beti uritur nga përmendja e Allahut, leximi i Kur'anit edhe namazi në errësirën e natës. Krahason e vëllezër këtash këtë gjendje këtyre njerëzve me gjendjen tonë, 2 rekate, 3 rekate, s'është njeri në gjendje sot vëllezër muçu me i fal për hir të Allahut subhanahu wa taala. 2 rekate, 3 rekate vitrin ndoshta ik pa e fal, nëse e fal 2-3 rekate i doket shumë, edhe më herë kaplohet nga monotonia edhe mërzia Allahu na ruaj. Po ashtu edhe për gjërave tjera që përmenden nga brezat e parë të Islamit është që kur kanë hi në Mekë, qoftë për umre, qoftë për haxh, si thot Ibrahim ibn Nakhai, që ka qenë për dietarëve tabiinëve, thot kanu yu'jibuhum idha qadimu Mekë. Thot ju ka pëlqyer brezave të parë të Islamit që kur kanë hi në Mekë, an la yakhruju minha hatta yakhtimu al-Qur'ana biha. Mos me dal prej Mekës pa e përfundu bile një herë, pa e bani hat me Kur'an. Pa e përfundu një herë leximin e Kur'an. Si është gjendja e tonë gjatë haxhit? Apo gjendja jonë në shtëpitë tona, sa e përfundon ti, sa ditëve e përfundon leximin e Kur'anit. Salim ibn Abdullah ibn Umar, djali Abdullah ibn Umerit, nipi i Umerit radhiyallahu anhum, thot njani e kom pa thot në ditën e Arafatit, thot edhe fillova me përcjell se çfarë po vepron, thot fa kana fi dhikri wa fi du'a, thot vazhdimisht të gjatë ton ditës në Arafat, thot ishte i angazhuar me dhikr, me dua, thot hatta afadha an-nas, derisa njerëzit filluan mu largu për Muzdalife, derisa ka perëndu dielli. Shkon në gjendjen e haxhive vëllezër sot në Arafat. Është njëri ushtri atje duke fjet, tjetri qesh me të madhe, tjetri bën biseda pa kur far dobie. Tjetri dhan flan edhe ik ndoshta namazi me xhamat, vend që më shfrytzu atë kohë për dhikr, për dua, edhe mu afru te Allahu subhanahu wa taala. Nuk e ka hije vëllezër kjo haxhiut, nuk i ka hije kjo muslimani. Shtazër Ata ibn Abi Rabah rahimahullah ka thënë in istata'ta an takhluwa bi nafsika 'ashiyata Arafa faf'al. Ka thënë se mundesh mu izolu dikon veç ti mos me të pengu kërkosh në pasditën e Arafatit të bëne. Izolo. Angazhohesh me adhurim ndaj Allahut, me përmendje të Allahut edhe me dua. Çështja e pesë vëllezër, që duhet ta kemi parasysh edhe me këtë për përmbyllim, është që haxhi vëllezër është shans jetësor dhe shans i artë që ti me ndryshu si njeri. Me ndryshu punët e tua, me ndryshu zemrën tane, me ndryshu mënyrën se si mendon, me ndryshu moralin tonë, sjelljen tane. Haxhi si shans vëllezër çka është shkollë. Kur shkon atje, mos i merr domon vetëm ato të këqija që ai shati, se atje përballesh me lloj-lloj njeri. Mos i ndiko prej gjanave negative që ai sheh mirë, po patjetër kimë pa edhe njerëz që janë vëllezër çka shumë sabërli. Sa njeri shumë vëllezër atje që e bart nanën e vet ose prindin e vet në shtëpinë edhe ashtu e kryen tavafin. Sheh njerëz me durim të madh për ballet të madhe para vështirësive, sheh njerëz tolerant, sheh njerëz që falin shumë, njerëz të butë, njerëz të matun që nuk nguten, sheh njerëz dordhënës që japin shumë. Prej që ty në e merë mësim, edhe mundohu mu ba si kur ta. Në dhe shumë në raste, për shembull kur e lëvdojmë, dikom themi, masha Allah, filani është njeri mirë, filani është durimtar, filani është shumë i dashur, filani është me zemër hapur para vëllezërve ti musliman, është me moral të mirë, është i butë, nuk ngutet, është i matun. E nga njëherë ti që i thu këto fjalë, ki mas shumë ti nevojë çka për moralin e këtij njeri mirë, po çka në vend si më ju tregu njerëzve për filanin, mundohu mu ba sikuraj. Mundohu i marr ato të mirat e tij. Andaj edhe pra
Duhet me i sjellë ndërmend gjitha këto kuptime, që kur të kthehesh prej atyre vendeve, prej asaj vizite, mu kthy vëllazër, duke e hap një kapitull 3 në jetën tane, një regjistër 3 në jetën tane të bardhë, me zemër tjetër. Kthehesh prej atyre vendeve dhe tash je plot iman, je i mbushur me iman, bindje në Allahun subhanahu wa taala. Kthehesh njëri tjetër, njëri që je mësuar me përmend Allahun, me adhuru Allahun, mu kthy te Allahu me pendim, njëri me zemër të pastër, njëri që e angazhon gjuhën me dhikr, me lexim të Kur'anit, njëri që e ruan gjuhën nga gjunahet, nga sharja, nga ofendimet, nga gibeti, thashethamet, rana, mashtrimet, njëri që tash të tutje e ruan synin nga haramet. Këto e bën vëllezër çka metodologji tjetës, njëri që atje tash për një kohë e shkput për këtyre internetit, rrjeteve sociale, mundohet edhe kur kthehen në shtëpi me e bë këta shprehi vëllezër. Jo me kam për atyre vëllezër që shtrihen me flet, edhe në gjoksin e tij e ka telefonin, në moment që zohet nga xhumi, vend që me than dhikën me përmend Allahun, më një herë hap telefonin, kush i ka shkruar, çka i ka shkruar. Shkon nëse nashta një tretën e kohës ta kishim shfrytzuar, ashtu siç e shfrytëzojmë në internet edhe në rrjetet sociale, ndoshta secili prej nesh brenda javës e kish përfunduar leximin e Kuranit pa kur fat problemi. Ose pra me e ditë si shtam se në ato vende je duke ba tregti me Allahun subhanahu wa taala, shfrytëzo kohën maksimum, mundo çdo moment mos me tik ndryshe veç duke qenë në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke ju ndihmu tjerëve, duke sakrifikuar për tjerët, duke shpenzuar për tjerët, duke qenë i afër me tjerët e kështu me radhë. Çështja tjetër vëllezër, këta po përmendim, shpërblimi është në bazë të vështirësisë. Këta duhet ta sjellim ndërmend. Kuptoj vëllezër, vështirësia fetarisht nuk kërkohet. Nuk kërkohet vështirësia fetarisht. Feja nuk ka ardhur ty me ta rëndu jetën. Nuk është qëllimi që ti qëllimisht me kërku ata të vështirën e pastaj me shpërsu shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Mirë po qëllimi vëllezër është që nëse ti gjatë adhurimit përballesh me ndonjë vështirësi, atëherë shpërblimi të rritet te Allahu subhanahu wa taala. A do të më kujtu vetet se haxhi nuk është piknik, nuk është domethënë që ti tash ke dalë në një vend siç dal me në një vend me në vizitë edhe në turizëm edhe po don mu relaksu edhe mu kënaq në aspektin fizik, jo. Patjetër duhet me përgatit veten para se mu nis atje se ki mu përball me vështirësi. Ki nevojë për sabër të madh, ki nevojë për përballim të madh vështirësive. Ndodhin ngjarje ndryshme që ta prishin domethënë atë terezin, edhe mundet me të nervozu, edhe me të cit jashta, domethënë asaj që duhet me kanë muslimani, mirë po, ti duhet që aty me duru vëllezër. Edhe mu pajis me durim. Qysh tash, domethënë hala para se munis, sila vetë ndërmend që ki nevojë atje për durim të madh. Se nuk është qëllimi vëllezër, nuk është e rëndësishme se çka po han atje, ku po flan, çka po bën. Nuk duhet më ia bë këta vëllezër synim kryesor vetes. Synim kryesor duhet më ia bë vetes qysh po kthehesh prej haxhit siç tham. Apo kthehesh i falun prej Allahut subhanahu wa taala prej gjunave apo jo. Çfarë zëruan hadith, thotë pejgamberi sa inna laka min al-ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Ka thënë pejgamberi sa Aisha radhiyallahu anha, ki më shpërblyt te Allahu aq sa lodhesh. Po si tham vëllazër, nëse njeri pra ndodh që përballesh me vështirësi, atëherë duhet me ditë se nuk shkon kjo huxh te Allahu subhanahu wa taala. Nuk shkon kot. Sa më shumë vështirësi, çfarë që më shpërblyt te Allahu subhanahu wa taala, kuptohet tham jo me kërkuti vështirësinë. Mirë, po nëse të shfaqet, atëherë duro edhe shpresoj shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Pasi prasisht tham me pas kujdes sinqeritetin, me pas kujdes pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon pejgamberi sa më kur ka bën jetë edhe është hym kafshë dhe ka bën jetën me për haxh, ka thonë Allahumma hajjatan la riya fiha wala sum'a. Ka thonë o Allah, këtë haxh po e kryj vetëm për ty. Me to nuk po dëshiroj syfaqësi mu dok para njerëzve, edhe nuk po dëshiroj vëllezër çka ka thonë fam. Nuk po dëshiroj fam. Pse dhe se haxhi nuk është qëllimi që ti aty me kallzu luks, edhe komoditet tepërt, edhe mu dhan shumë mas dunjas. Përkundrazi, haxhi mënyra do të thonë se si shkoni i vesh vetëm 2 rroba në trup. Pastaj në disa vende ndoshta kimenejt me kalu natën në qiellin e hapun. Këto është me ta kujtu vëllezër që haxhi nuk është për gjëra të tilla, nuk është për dunjallak. Aty ka ardhur më angazhu vetëm me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çështja tjetër vëllezër që t'ia sjellën veten ndërmend është se
Siç ka thënë pejgamberi sa el hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al janna, për haxhin e pranuar nuk ka shpërblim tjetër te Allahu veç se xhenetit. Andaj puno, angazhohu që haxhi yt me kanë i tillë. Se na dim se për shumicës për neve ndoshta nuk i mundsohet haxhi vetëm një herë gjatë jetës. Andaj shfrytëzoj këtë mundësi. Prej fillimit, ruaje gjuhën, ruaje shikimin, ruaje dëgjimin, ruaj gjymtyrën nga harami. Puno, angazhohu që kur kthehen në shtëpi, siç ka thënë pejgamberi sa mu kthy sikur në ditën kur kanë lind nana, pas një gjuna. E jo pastaj mu tregu i shkujdesun, e kur kthehesh në shtëpi pastaj më ra pishmon. Pse nuk e ke shfrytzuar atje kohën? Edhe të ka i koha kot, edhe ke ba gjuna Allahu subhanahu wa taala me synin ton, me gjuhën tane, me veshin tonë kështu më ra. Tregon edhe për Enesin, shokun e pejgamberit sa ka thënë, në momentin që ka hyrë në ihram pe Irakut atje dhe u nis drejt Medinës edhe Mekës, thot ma sami'nahu mutakalliman, nuk e kemi dëgjuar duke fol diçka tjetër veç se duke përmend Allahun derisa thotë ka u dal pe ihramit. Kurse të shikon edhe krahasonet tash gjendjen e atyre njerëzve me gjendjen sot. Jo që mu angazhon në adhurim mirë, po çka Allahu na ruaj të angazhohen me gjëra që ja u prishin sinqeritetin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duke bë tawaf, duke nejt në ato vende shejta, e nxjerr telefonin, e nxjerr kamerën, e incizon veten. Incizon veten duke bë dhikr, duke bë dua, pastaj e poston në rrjetet sociale, apo ndoshta nuk është duke fal namaz hiç, bëhet kinse është duke bë dua, kinse është duke fal namaz dhe i thot tjetrit çka incizon. Pra e keqe mbi keqe Allahu na ruaj. Për kujtimi i fundit vëllazër, edhe me këta për përmbyllim, është se gjendja e njerit vëllazër mas haxhit, këta do ta kemi parasysh secili prej nesh. Gjendja e njerit pas haxhit nuk del jashtë dy gjendjeve. Ose ki mu kthy i falun prej gjunaheve, ose ki mu kthy me haxh pa pranuar prej Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundën dyjat me kanë. Nuk ka tret, nuk ka opsion tret. Ose është e para ose e dyta. Andaj, ki kujdes, ki frikë Allahu subhanahu wa taala. Merri këto porosi. Kryje haxhin me brur, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hape një kapitull 3 të bardh në jetën tënde, që kur dilsh para Allahut me pas me çka me dal. Dhe tjetë ky haxh domethënë që haxhi i tillë që me ta e meriton shpërblimin edhe xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Haxhi të falen për shkak të gjitha gjunahat. Krejt që ai ke bë, gjunahat e mëdha dhe gjunahat vogla. Kthehesh sikur ditën kur të ka lind nana jote, kur ke dalë jetën e kësaj bote. Ki kujdes mas haxhit, masi që e ke zbardh regjistrin e punëve tua, me punë të mira, me pendim, me istighfar, mos e nxi, mos e mbush me gjana të liga me gjunahe, Allahu na ruaj. Luftoje veten, luftoje nefsin, luftoje shejtanin dhe mundo me kanë i qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kto ishin vëllezër pa disa këshilla, e shpresoj te Allahu subhanahu wa taala që të sjellën dobi duke lutur Allahun subhanahu wa taala që gjithë neve të bëj për atyre që na i pranon vëllezër punët tona, mundin që japim, adhurimet tona, e lutim Allahun subhanahu wa taala të na ndihmojë që ta përmendim atë, ta falenderojmë atë, edhe ta adhurojmë atë ashtu siç ai e meriton, ashtu siç ai është i kënaqur. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.